Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wal-ghina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa innaka taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Thumma ma ba'd. Allahun e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë, falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin edhe që do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar pranishëm, sonte do të mundohemi me lejen e Allahut të themi diçka në lidhje me natën e Kadrit. Allahu i lartëmadhëruar i ka dalluar disa kohë dhe i ka bën më të veçanta dhe më specifike se disa kohë të tjera. Nga java, Allahu e ka dalluar ditën e Xhumë. Nga viti, Allahu e ka dalluar ditën e Arafatit. Pastaj Allahu ka dalluar edhe disa vende, sikurse që është Qabja dhe xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ka dalluar një natë nga netët e tjera të vitit, e ajo natë është nata e Kadrit. Ajo që ne e dim për këtë natë është se kjo natë ndodhet në muajin e bekuar të Ramazanit, dhe tjetra që dihet është se në këtë natë ka zbritur Kur'ani famullar. Çka thot Allahu në Kur'an për këtë natë? Thot Allahu në Kur'an: Inna anzalnahu fi lejlatil qadr, wa ma adraka ma lejlatul qadr, lejlatul qadri khairun min alfi shahr, tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Thot Allahu në Kur'an, ne zbritëm Kur'anin në natën e Kadrit. E çka të bëri ty, o Muhammed, të dish për natën e Kadrit? Nata e Kadrit është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Në këtë natë zbresin me laiket dhe shpirti, ka për qëllim Gjibrilin a.s. me urdhërin e Allahut për çdo çështje. Ajo, nata e Kadrit, është paqe deri kur të lind dielli, deri në agim. Nga kjo sure i kuptojmë disa gjëra. E para, Kur'ani ka zbrit në natën e Kadrit, më saktësisht ka zbritur nga Lauhi Mahfudh, nga pllaka e ruajtur, ka zbritur në Beitul Izze, në qiellin e dunjas. Pikërisht zbritja e Kur'anit e bën këtë natë madhështore dhe kaq të vlefshme. Nata e Kadrit është natë me peshë dhe me vlerë, sepse në këtë natë ka zbrit Kur'ani dhe është bërë lidhja e tokës me qiellin, ka zbritur drita dhe udhëzimi, ka zbritur fjalët e Allahut për njerëzit. Pastaj, Allahu thot për natën e Kadrit se kjo natë është më e vlefshme se 1000 muaj. Nëse e përkthejmë në vite, i bie 83 vite e 4 muaj. Mirë po mos harroni se është më e vlefshme se kaq. Domethënë nata e Kadrit është më e vlefshme se 83 vite e 4 muaj. Kjo natë është natë me vlerë, e dobishme, e mirë dhe natë e begatshme. Jo dikush ta merr si argument se thot unë vetëm natën e Kadrit kam me u lut, kam me u fal, dhe në të tjera të vitit unë nuk i falem Allahut dhe nuk e lutem. Por këto duhet me kuptu drejt, pasi Allahu këtu bën fjalë për vlerën dhe rëndësinë e kësaj nate dhe nuk thot që vetëm këtë natë të adhurojmë Allahun. Këto kanë ndodhur dhe këto po i dim, pasi që Allahu po thot se Kur'ani ka zbritur në këtë natë dhe në këtë natë është natë me vlerë, se më e vlefshme se 1000 muaj. Shtrohet pyetja, çka ndodh tash në natën e Kadrit? Por çdo Ramazan, çka ndodh në natën e Kadrit? Në natën e Kadrit, por çdo Ramazan zbresin melaiket e Allahut në tokë. Në krye me to është Gjibrili a.s. dhe zbresin një numër i madh i melaikeve, të cilët e vërshojnë gjithë tokën. Çka bëjnë këta melek që zbresin? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, natën e Kadrit zbret Gjibrili në krye të melaikeve, kërkojnë falje dhe përshëndesin çdo besimtar.
i cili i lutet Allahut duke qenë ulur ose në këmbë, dhe këta e përshëndesin atë i cili është duke e përmend Allahun e lartëmadhëruar. Xhibril alayhis salam gjatë tërë vitit vetëm në natën e Kadrit zbret në tokë me një numër shumë të madh të melaikëve. Pastaj në këtë natë, për çdo vit të Ramazanit, përcaktohen çështjet që do të ndodhin brenda një viti. Brenda vitit të ardhshëm, se çka do të ndodh, vendimet e Allahut zbresin në tokë. Dhe e treta çështje që do të ndodhë në këtë natë është se kjo natë është natë e qetë deri në mëngjes. Derisa të lind dielli, kjo natë është natë e rahatshme dhe e qetë. Allahu lëshon qetësi në këtë natë dhe i mbush zemrat dhe shpirtrat e besimtarëve me kënaqësi. Duhet ditur se në këtë natë Allahu i pranon lutjet dhe duat. Sikurse që ka thënë Allahu në Kur'an: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dhe kur të pyesin robërit e mi për mua, thuaj, un jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kur më lutet. Prandaj, më përgjigjni mua dhe më besoni mua, kështu do t'jeni të udhëzuar. Kjo natë është mirë që këtë natë ne ta kalojmë me ibadet. Me çfarë do lloj ibadeti? Me namaz, me istikfar, me dhikr, me dua, me lexim të Kuranit, me dhikr e me kështu me radhë, me kreta nga pak, deri në kohën e sefirit apo deri në kohën e namazit të sabat. E lutja më e mirë të cilën e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është të themi: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allahu im, ti je falës, e don falën, andaj më fal mua. Aisha radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë: "O i dërguari i Allahut, nëse e di, dhe nëse ja çolloj natës së Kadrit, dhe nëse e di se kur është ajo, çfarë të them në këtë natë, çfarë duaje të bëj?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë: "Thuaj, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Allahu im, ti je falës, e don falën, andaj më fal mua. Kjo është duaja më e mirë për natën e Kadrit. Mirë, po dikush mund të thotë, po s'pas ka diçka specifike, vetëm se me lip falje prej Allahut. Po më na fal Allahu, ne shpëtojmë. Suksesi më i madh në dunja dhe në ahiret është me arrit faljen dhe mëshirën e Allahut, se Allahu kur na fal, na jep mira dhe na jep xhennetin. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar me bë këtë dua, dhe po ashtu ka thonë: "Men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Do të kush falet, kush e ngjall natën e Kadrit dhe duke besuar Allahun me iman dhe duke llogaritur shpërblimin te Allahu, Allahu ja fal gjunahet që i ka bënë të kaluar. Tash vim te ajo pyetja kryesore e kësaj teme. Pyetja që parashtrohet për çdo Ramazan, e cila është se kur është nata e Kadrit. Do ta shpjegojmë inshallah dhe do të jetë e kapshme dhe e kuptueshme. Fillimisht Allahu ka dashur që kjo natë të mos jetë e ditur. Jo që Allahu nuk ka mundur, por Allahu e di dhe kjo ka disa urtësi dhe arsye se pse nuk na u bën e ditur neve nata e Kadrit. Ajo që dihet është se kjo natë është brenda muajit të Ramazanit. Nëse duhet me ngushtu hala më shumë, kjo natë është në 10-shin e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Kërkojeni natën e Kadrit në 10-shin e fundit të Ramazanit." Pra kjo natë është në 10-shin e fundit të Ramazanit. Nëse duhet me ngushtu hala, atëherë themi, sigurisht që na ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë se natën e Kadrit ta hulumtojmë në netët tek të muajit të bekuar të Ramazanit. Në 10 netët e fundit tek është nata e Kadrit. Pra nata e Kadrit është në natën e 21, natën e 23, natën e 25, 27 dhe në natën e 29. Disa hulumtues dhe disa studiues, disa prej dietarëve në kaluarën dhe sot mendojnë dhe fuqishëm argumentojnë se nata e Kadrit është në natën e 27. Dhe me këto gjithë ummeti do të janë të mendimit shumica se është në natën e 27. Dhe kanë sjellë disa argumente. Ata që mirën me mrekullinë matematikore të Kuranit kanë thonë: Surja Kadr, ajo surja që flet për natën e Kadrit, i ka 30 fjalë. 30 fjalë. Dhe nëse nalmi thotë fjala 27, Allahu thot atij hije, që në gjuhën arabe do thot ajo. Ka për qëllim ajo nata e Kadrit.
Allahu ati thot selamun hiya hatta matla'il fajr, ajo është paqe derisa të perëndoj, derisa të lind dielli. Dhe kanë thonë se në fjalën e 27 gjendet shprehja hije. Dhe këtu argumentohen, kjo është njëri aspekt. Pastaj kanë thonë se fjala Lejletul Qadr në gjuhën arabe i ka 9 shkronja. Nata e Kadrit në gjuhën arabe quhet Lejletul Qadr. I ka 9 shkronja. Dhe në surën Qadr përmendet 3 herë. Dhe kanë thonë, nëse i marrim këto i shumëzojmë, na del numri 27. 9 herë 3 del numri 27. Kështu aludojnë se nata e Kadrit është në natën e 27 të muajit të Ramazanit. Mirë po askush nuk mund të thotë diçka konkret, ajo që dihet thamë se është nata e Kadrit është në 10 netët e fundit të Ramazanit. Duke marrë parasysh hadithet që na kanë ardhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj është një mendim i dietarëve, të cilët thonë se nata e Kadrit për çdo vit lëviz dhe ndryshon. Një vit mund të jetë në natën e 21, vitin tjetër mund të jetë në natën e 23, mund të jetë në natën e 25, në 27 e kështu me radhë. Prandaj, sido që të jetë, to 10 net sigurisht është nata e Kadrit. Mirë po kur më saktësisht, atëherë duhet të ulëmtojmë në netët tek. Krejt ibadetet dhe lutjet që na i bëjmë në këto net, Allahu na i regjistron dhe na i shpërblen. Padyshim. Dhe kjo është një prej urtësive që ne mos ta kalojmë vetëm natën e Kadrit me ibadet. Por gjitha netët të mundohemi ta hulumtojmë dhe ta kërkojmë natën e Kadrit. Dhe kur ta qëllojmë natën e Kadrit, padyshim se Allahu na mbulon me rahmetin e Tij dhe na jep nga të mirat e Tij. Me rëndësi është me u përkushtu, me qenë aktiv, me lutje dhe me namaz. Ne e dim se kemi nevoja shumë, ama më nevojtar se na janë vëllezërit dhe motrat tona në Gaza të Palestinës. Mos të harrojmë që të lutemi edhe për ato. Ta lutim Allahun që Allahu t'i jap atyre paqe, t'i jap siguri, armiqtë e tyre Allahu t'i shkatroj, t'i bëj helaç ndër medveti. Më së miri është që lutjet t'i bëjmë derisa jemi në sejdë. Pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fakthiru ad-du'a." Më afër robi është te Allahu kur është në sejdë. Robi është më afër Allahut kur është në sejdë, prandaj shtoni duat dhe lutjet në sejdë. Të lutemi te Allahu të na jep vetëdijsim. Neve si musliman, sidomos arabët, botën arabe, të cilët janë të shumtë në numër, mirë po me vepra nuk janë hiç kurkund, Allahu ti udhëzoj dhe ti të rimëroj që të reagojnë. Ta lutim Allahun dhe të punojmë që ky ummet prap ta shndrit botën dhe të fitojmë mbi zullumin dhe mbi të pavërtetën. Allahu na dhash të mira në dynjë dhe në ahiret. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.